Pra i bie që nuk ka strukturë e cila mund me animua të votë. Tutje, personi me cilin po identifikohet në komunë të Prishtinës, vetë vendosja jo Xhelal Sfeshla, që është e kundërta e asaj çka pret Prishtina. Xhelal Sfeshla ka udhëheq shtabin dhe fushatën e Hajrullah Çekut. Pra ka qenë personi i cili e ka udhëheq. Dhe afër tij ka qenë Giza Sfeshla, i cili është familjar i Xhelalit. Do me thonë, nuk ka lidhje që janë familjar, po thjesht... Kjo është zgjedhje parlamentare... Po këtu me përqindje nuk i paske me vota, po si do të qoftë me numër të votave. Si do të qoftë unë e shoh tepër me rëndësi këtë tregimin e ri të partive politike, se zgjedhjet lokale përfundojnë sonte, nesër i kemi 2-3 deklarata dhe na duhet një tregim i ri për këtë vend. Dhe shumë shpejt e dim se kur do t'jetë sigurisht data zgjedhjeve të reja nacionale. Po ti shoh në vend partive opozitare sonte, nesër do t'ja dërgoja një letër Glau Konjufcës. Nesër. Çka do duhet përmend ajo letër? Në letër do i thoja Glau Konjufcës, ju mirë presën zyre, këto janë parimet e qeverisjes, këto janë ministritë, kjo zgjedhja për president. Dhe nuk shkojmë zgjedhje hiç. Pra, e zgjedhim Glau Konjufcën kryeministër, prezidentin e zgjedhim nga një prej subjektet tjera dhe mbyllet ky diskutim i kohët që e kem na, sepse çka kanë me bëu zgjedhjet nacionale, më fal të përfundoj, me që hina. Çka kanë me bëu zgjedhjet nacionale dhe kërkoj falje për qytetarët. Kur gjëhet kanë me bëu, veç kanë më bëu një rend që ashtu mi fshi ato çka kanë fol deri tash, mos më përdorën ai fjalë matron, për me mujt me arsyetu vetës futjen në të njëjtën matematikë që po propozojnë në sonte, por tash me Albin Kurtin përballë si negociator e Glau Konjufcën si mandatar. E kjo do të thoni se kanë terrenin më të përshtatshëm tash për negociuar. Më të përshtatshëm se tash për me gjetë gjuhë përpara për një konsenzus e dialog nuk kanë. Dhe çka bojnë me këtë? Me këtë tregojnë që janë të gatshëm për me dalë prej këtyre debateve tona për zgjedhje. Se që 5 vjet në çdo debate janë aty najt. Mos më von 3 vjet të fundit vetë çto janë aty najt. E situata në aspektin ekonomik, në aspektin të jetës në qytet, në vend, në krejt nivelet, me çka e masim na përparimin e kësaj shoqërie dhe këtij shteti, o të shku duke degradu. Edhe për këtë përgjithësi janë krejt. Nuk mund dikush më thonë pak. Edhe po të shkoja e letër nga këto subjekte, PDK, LDK, AK, zotit Glau Konjufca nuk mund t'i bëj me gisht se s'ja kanë shtrirë dorën e bashkëpunimit fare. Jo pra, është pozicion tani. Linë të argumentimit të Dardanit, po mas randit të parë të zgjedhjeve lokale, opozita e ka pas një farë elani, një farë imperativi me shkun zgjedhje, sepse vetëvendosja nuk pat rezultat solid. Po që ky rezultat i sotëm ka me bë opozitën me rimendu pozicionin ose kërkesën e tyre për zgjedhje. Edhe vetëvendosjen. Edhe vetëvendosja ka pas për vetëvendosja ka fituar komuna ku ka bazenet vogla të votës. Nuk mund e kompenzon me votat Mitrovicës humbjet që e ka në Prishtinë. Harokët punë vesh. Bazenet janë të vogla. Dhe ka i hoxha vetëvendosja ka pas para kësaj. Milici 10.000 vota i ka. Po vetëvendosja ka pas para kësaj situate. Do të thonë në raundin e parë, pe kërkesës në zgjedhje me bërë një qeveri. Po pse? Sepse LDK-ja është humësja më e madhe e këtyre zgjedhjeve, se bashkë me 2 komuna që si ka më, e ka humbë edhe Mitrovicën sepse ka qenë bashkë koalicion. E vazhdoj që narrativën e Dardanit që tha si propozim. E ka humbë edhe Mitrovicën e ka humbë, se e ka mbështet PDK-n në koalicion. Rrjedhimisht ajo është i faturohet edhe si humbje edhe LDK-s në Mitrovicë. Do të thonë i ka humbë